Fillim prilli, tani në fakt është ora e mbasdites, edhe një pjesë e njerëzve u larguan nga plazhi, po në plazh ishte plot me njerëz. Data, shifeni, 5 prill, ishte një diell i jashtëzakonshëm sot, edhe shifeni si është dielli, edhe deti është shumë i pastër. Është nga ditët e bukura për të shijuar Jonin. Tash deri para pak minutash ishte plot me njerëz. Tani pjesa më e madhe janë larguar sepse filloi të fryte pak erë. Në fakt është e pabesueshme, ndoshta shumë prej shqiptarëve që jetojnë jashtë mund të më japin të drejtë që në datën, pra javën e parë të prillit, ti të mund të lahesh në det. Kjo klimë që kemi në është spektakolare, edhe gjatë paraditës sot ishte e gjitha e mbushur me çadra, edhe njerëzit që bënin banjo dielli, shive si është dielli mas shpinës time, gati më djeg dhe figurën dhe imazhin, shpesh herë mendoj, a jemi të bekuar me këtë klimë që kemi? A duhet jemi të lumtur që Zoti na ka bekuar me një nga vendet më të bukura, me një kohë të mrekullueshme, që sa të çohesh në mëngjes shehet diellin edhe manitesh. Më kujtohet që kur pata pyetur ambasadorin amerikan Donald Lu në intervistën e tij të fundit në Shqipëri, thash, çfarë do të mungoj kur të largohesh nga Shqipëria? Më tha, do më mungoj dielli. Si do të mungoj dielli, thash? Çdo mëngjes tha çohem në shtëpinë time, në Tiranë gjithmonë, shiheni diellin mas shpinës time. Shih çfarë mrekullie është. Është ora 6:20 e masdites. Pra, është ora 6:25 e masdites. Dhe është akoma dielli në këtë formë. Po flisja për Donald Lun, më tha që dhe po e ruaj diellin në shtëpinë, edhe pse kam kondra kamera. Më tha që gjëja më e mrekullueshme është kur zgjohem në mëngjes dhe hap perden, gjëja e parë që shoh është dielli dhe e konsideroj veten të bekuar, tha, që jetoj në një vend me diell, e quaj veten të bekuar që kam jetuar 3 vjet në një vend me diell dhe nuk e di ku do jetë misioni im i ardhshëm, tha, a do ta kem këtë diell apo jo. Në fakt para ca ditësh që llojit isha në Londër, para saj në Holland, ishte aq gri, aq situatë po e quaj e rënduar sa shpesh herë dukej sikur s'po merja do të frym. E kam përshtypjen zakonisht ne mesdhetarët në përgjithësi, jo vetëm shqiptarët, po edhe spanjollët, edhe italianët, dhe grekët, edhe francezët e jugut. Të gjithë janë njerëz shumë të lidhur me diellin edhe me natyrën, po sidomos me diellin. Ditët me diell kanë një tjetër ndikim në humorin dhe sjelljen e gjithë secilit në raport me ditët e tjera që janë ditë gri. Nuk e di pse pastaj me këtë mrekulli që kemi, duhet ishim nga popujt më të përparuar, më të zhvilluar të botës, për fat keq nuk jemi, për fat keq kemi mbetur shumë mbrapa të tjerëve, megjithëse thash, diellin e kemi të mrekullueshëm, natyrën e kemi të mrekullueshme, kemi det si ky spektakolar, mjafton ta shohësh, kemi male si ky këtej sipër, që kur e sheh manitesh dhe thua jeni grykën e llogaras, thua si mund të jetë kaq bukur. Kemi pra një prej vendeve më të bukura, por kemi shumë probleme me mënyrën se si ecën vendi, kemi shumë probleme me sjelljen tonë vetë, kemi shumë probleme me njerëzit që zgjedhim, kemi shumë probleme me bashkëpunimin. Jemi njerëz që kemi shumë vështirë të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, ndërkohë që popujt e tjerë kanë ecur para dhe mbi besimin. Gjithmonë e mendoj këtë gjë sa herë vi që në këto kushte tjera, si po të kishin qenë, po e quaj shoqëri më solide, më të përparuar, kush e di se sa shumë duhet kishin ecur, ndërkohë që thash ne mjaftohemi dhe shijojmë këtë diell të mrekullueshëm, edhe këtë det fantastik, shije, kudo që të shkosh, po të shkosh tuti është edhe më i bukur andej në brendësi. Kështu që e nisa videon për t'ju thënë, a duhet jemi të lumtur që kemi një kohë si kjo, që kemi një mot kaq të mrekullueshëm, që çdo ditë mund dalësh në diell, mund të rish shumë me një bluzë të thjeshtë edhe pse është ende, po e quaj s'ka ardhur ende pranvera, po mund të rish kështu edhe në dimër, unë rri më në shkurtra në këtë zonë,
por nga ana tjetër kemi 1001 probleme. A jemi ne në fakt problemi vetes? Mund ta pyesja veten më shumë, ka mundësi që po. Tani me që jemi këtu dhe me që ju fola për detin, shifini se si janë mbledhur njerëz që po rrin tani buzdetit, nuk e dia dallohen sepse është pak larg, edhe palmat. Tani do t'ju tregoj për shembull sa i bukur ishte pak minuta më parë, isha në zonën e fshatit Ndërmi, se sa i paqt ishte fshati, si dëgjohej cicërima e zogjve. Në një kohë kaq të mrekullueshme, është fatkeqësi që ne të mos jemi një vend shumë i zhvilluar se ky që jemi realisht. Shihni pak pamjet e fshatit Ndërmiut sa të bukura janë.